Tani, unë i dëgjova të gjitha që ju parashtruat, e kam ndjekur dhe në media, dhe në rrjetet sociale, dhe nga institucionet. Salmoneloza është një nga infeksionet biologjike që shkaktohet nga salmonela. Dhe shkaktohet nga ushqimet me prani ose nga ushqimet e kontaminuara. Në qoftë se flasim për ushqimet direkt të konsumuara nga konsumatorët që në këtë rast fatkeqësisht janë fëmijë, këto janë mish i pagatuar mirë. Dua ta theksoj këtë gjë. Vezë e pagatuar ose e butë, qumësh dhe produkte të qumshit të papasterizuara, fruta dhe perimet të palara, ose të kontaminuara, ose edhe nga uji kontaminuar, ose nga kullorja dhe ëmbëlsira të përgatitura me përbërës të papasterizuar. Pse unë po i vë kaq shumë theksin pagatuar, papasterizuar? Kemi kaq kohë që fatkeqësisht ne si konsumator po përballemi fort me fenomenin e salmonelës. Faleminderit që ju paraqisni dhe në sfond fushatën që Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore po bën për vitin e 5 për sa i përket të gjithë këtyre çështjeve delikate siç janë dhe infeksionet biologjike, që do të thotë problemet, fenomenet ekzistojnë në Europë dhe këtë vit Shqipëria bëhet pjesë për herë të parë në këtë fushat, ku të gjitha materialet që kanë lidhje me sigurinë ushqimore, që cënojnë shëndetin dhe jetën tonë, janë